Edhe kom çdo herë në telefon temi, kom shkrime të ndryshme që falenderohen njerëzit. Falenderohen njerëzit, po shumë vështirë konë edhe njerëz me tregu dikuj tjetër se çka po bën, se ja ka marrë ato, ka thonë, që shëruat njeri në këtë mënyrë? Besa e kanë majtë, antigo më shifta sa, u shëru të one, po më shifta se ka majtë atë pjesë. Po, se kanë qenë detyruar puna rrethit, që si ka besu. Edhe sot kam shumë pacient që nuk i ka tregu këkujt edhe është one. Po une nuk jem konë kundër asajna, pse di se une vja që kom vjek. Po, kuptohet normalisht. Kuptohet normalisht. Kush është i përvlum, që thojnë kush digjet me tomë, lifryna dhe kosit. Për ata. Unë se kam tregu kur para publiku tem, po dhe unë e kam vujt për kancerit. Edhe kjo pjesë shumë e interesant është kjo pjesa kancerit. E kam pas një kancer invaziv, i cili ka 20 vjetë që është i qetë. Po vetëm vete menagjova? Vete kam menagju. Shumë mirë se mi tregu edhe në shka. Nuk kam pranu me ma hek organin, kam thënë hekeni vetëm pjesën që është dëmtume ose me ndoni që është. Kam nënshkru vetë. Po, bravo. Që nuk po du me hek qëtë organ, me largu fare. Edhe të gjithë mjekët, edhe unë kam shumë familjar mjek, më kajnë thanë që duhesh mi hek, mos bën kështu, mos na, pse po na bën këta, pse unë kam qenë këmgullse në vendimin tem, se unë kam ditë, kam ndje mrena vetës që unë nuk jam smut. Që është vetëm një idhnim i madh mrena me i cili e ka bëhet pas matim. Edhe në përgjithësi na smuhemi kur jemi keq psiqikisht, kur jemi të zhgënjym, kur jemi të dëshprum, kur na kajnë rajt shumë, kur jemi të mbushur me rrena, kur smujmi përballu që ato rrena, apo ma këqyr dorën. Kjo pjesa e kancerit që e përmende, unë e thamë, nëse njeri ka një imunitet fort, si ti që ke qenë fort, atëherë e kalon edhe kancerin. Po. A din të është me lidhë, pse kancerin mundesh me energjia pozitive, më mjekët më kajnë thanë mësë nej po. Energjia pozitive. Mjekët më kajnë, jo një herë një, 2 herë një jetë më ka ndodhë që më kajnë thanë mjekët, këto medicina nuk e spjegon, vetëm energjia jote pozitive, është 2 herë gjatë jetës teme ka ndodhë kjo, unë e vërtet jam e bekume prej Zotit, prej Universit, prej Krijusit, prej si doni që ta thoni, të thirrani si doni. Po. Jam e bekume që ma ka dhënë këtë entuziazëm për jetë edhe këtë energji pozitive, edhe që më takon me njerëz të mirë si puna jote. Faleminderit. Edhe unë gjithashtu jam krenare që mul me ty e bisedoj këtë pjesë që kom dasht me vite. Qaj, andrat janë gjithmonë të realizueshme, njëna prej andrave tua edhe të mija të Kjo ka qenë andra jam.